dy pjesë të ndarat kombit ton, pjesën brenda dhe pjesën jashtë vendit, në mërgatën ton të shkëlqyshme të gjitha kohëve. Para se i përshëndes këta, le të më lejojnë familjet e të dëshmorëve sante të flasim në emër të gjithëve dhe duke filluar nga familja e sakrificës së madhe Limani, në krye me Beqir Limanin, familja e Abedin Hysenit nga Zajazi, familje të tjera të cilat kanë bërë historinë e këtij vendi dhe të viseve tjera mbar kombëtare shqiptare. Përshëndetje të thella të nderuar mërgjimtar, të vujtur, të pangir asnjëherë të njohur kafshatën e Bukës me lot. Përshëndetje të madhe për ju që keni qëndruar dhe vini të bani Kërçovën tonë së bashku me të gjithë tjerit dhe së bashku me atë që do të zgjidhet nesër e mbas nesër edhe Izet me gjitin i cili që në mesin e mërgjimtarëve tanë për të bërë Kërçovën sikurse Qairin, Shkupin, për të bërë Kërçovën afërsi sikurse Gosivarin e Strugën. Përshëndetje të gjithë atyre të cilët janë punëtor të pandashëm në vendlindjen tonë, buq, barinjë, minator, bletar, druvarës të tjerë të cilët kanë qenë dhe janë bashkjetesa jonë në të gjitha periudat, njerëzit anonim të qeshjes tonë të cilët kanë luftuar deri në kumanove gjetiu. Mbi të gjithë më lejoni të përshëndes ata të cilët kanë qenë pjesë e pandare fondit Velindja 3, Zëria Deut, Liria Kombëtare, të gjithë atyre të cilët u bindën se duhet të bëhet njëre për gjithmonë një fond i cili do të shembë i Jugosllavinë dhe të gjithë ata të cilët me atë ishin në të gjitha periudat. Është momenti historik që të bëjmë Kërçovën tonë meritueshëm, sepse në të gjitha periudat kemi punuar, kemi ndërtuar dhe jemi angazhuar për këtë truall. Dhe njëkohësisht duke bërë këtë, po bëjmë edhe Dardanin e vogël në këtë anë, sepse Dardanis i dham ata djemë e vajza të cilët e hartuan programin tonë shumë më të lartë se sa e zbatojmë ne sot. Programin e lëvizjes popullore të Kosovës, programin e ardhmërisë sonë, programin e Evropës, programin e Kemal Ataturkut, i cili në ditët tona përfasohet nga Ali Ahmeti. Jemi ne në mesin tuaj, nuk jemi ma të huaj, nuk jemi ma shërbetar të Beogradit, as të Sofjes, as të Athinës, as viseve të tjera. Jemi ne zot të vendit ton, të uskanës son, të kohës i lire, duke nderuar në këtë pikë të gjitha nanat të cilat bartën deri në ditët e sotme në të ardhmen, atë veshje i lire të qëndisur vetë deri në baqishtin ton. Jemi krenar që kemi veshjen ton popullore të mbrojtën gjitha periudat dhe njëkohësisht edhe folkloristët tanë të cilët na frymëzuan gjitha periudat këtu e kudo me këngët e bukura të vendit ton. Por jemi krenar që kemi nanët e Zajazit të cilat vajtuan djemët e tyre, jo se u dhimbeshin djemët, por se u dhimbej Zajazi dhe u dhimbej Kërçova, Kosova, Shqipëria e gjitha viset shqiptare. Jemi krenar që kemi gjenerata të cilat na përfaqësojnë denjësisht brenda dhe jashtë vendit, deri në Amerikë, Australi, deri në viset më të larta me dinjitet, me format e veprimit siç ishin të tjerët populli i ridashës dhe që u bashkuan Amerikës, e cilat që nga Roosevelti ishte nanën e kombëtarëve shqiptar atje dhe nanën e kombit ton, deri te Bushi, deri te Obama i sotëm, deri te të tjerët të cilët janë duke e bërë edhe Kosovën bashkë me Mitrovicën dhe viset tjera shqiptare meritueshëm, atë që e duan atë dhe të gjithë të tjerit. I lusim qytetarët që të kenë dyrimin e tyre, se shqiptarët asnjëherë nuk janë sjellë keq ndaj tyre. Shqiptarët në vitet e para të pas çlirimit, edhe pse ishin të djathtë dhe të majt, orientuan drejt qendrës për të bërë adheun shqiptar këtu dhe kudo. I orientojmë të gjithë vendarët që jetojnë këtu, edhe Maqedonasit e ri të VMRO-s ose të LSDM-s, të cilët i kanë një qëllim, një datë të tyre të kohës së Krushevës,
le të bashkohen këtu, ta bëjmë së bashku këtë vend, sepse nuk mund ta bëjnë vetë ata, sepse janë e Sandaskin e kishin në mesin e Shqipërisë, ma shumë se në mesin e tyre, sepse të tjerët që ishin me ata, ishin me ne dhe me ata, sepse popujt e vegjël duhet të luftonin së bashku, për të qenë së bashku, dhe ne, nëse duhet mund të jemi edhe të